Tënë mundohet me marrë mësime dhe mesazhe të cilat pastaj I fut në jetën e tij dhe të cilat pastaj ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së tij dhe të cilat pastaj ndikojnë sigurisht edhe në rritjen e imanit të tij. Për këtyre gjendjeve të dashur vëllezër besimtarë, për cilave njeriu në përgjithësi e besimtarin e veçantë do duhet të merrte ibret dhe mësim, është edhe ky ndryshim I madh që po ndodh në kosmos dhe ky ndryshim I madh I kohës së dashur vëllezër besimtarë dhe kjo borë e bardhë të cilën ndoshta shumica prej nesh u befasuam kur e pam, nga se jemi në 3 tetor, pra jemi në fillim të vjeshtës realisht, pas një vere të nxehtë, pas tyre temperaturave të larta që përjetuam dhe mungesë të shiut, Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti borën ndoshta në kohën që nuk është zakonshme. Andaj dashur vëllezër besimtar janë disa porosi që do dua ti përcjell ose mesazhe në këtë rast. E para të nderuar vëllezër besimtar është fjala Allahut subhanahu wa ta'ala kullu yawmin huwa fi sha'n. Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo ditë ai ndryshon gjendje. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Allahu ndryshon gjendjen. Dikon e bën të pasur, dikon e bën të varfër, dikon e ngrit, dikon e ul, dikush vdes, dikujna I jep jetë, dikujna I merr jetën, dikon e smund, dikon e shëron. Allahu gjendjet për çdo ditë I ndryshon. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Është në dorën e tij, është në pushtetin e tij absolut, me I vendos dhe me ndryshu gjanat, edhe këto kozmologjik të dashur vëllezër besimtar, dhe me ndryshu ndoshta edhe kohën, edhe stinet dhe me dal nga ajo që është e zakonshme dhe e pritshme. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Allahu subhanahu wa ta'ala çdo ditë ndryshon gjanat. Ani pse është vjesht, ani pse mundet me qenë mirë, Allahu zbret borë, Allahu zbret shi kur ai don, Allahu nxen dielli kur ai don, Allahu I bën të ndryshime me dëshirën e tij, me urtësitë e tij, me fuqinë e tij. Andaj dashur vëllezër besimtar, mësimi I madh që duhet ta marrim nga kjo gjendje ose nga ky ndryshim I cili është se cilit prej nesh ka mundësi Allahu subhanahu wa ta'ala gjendjen e tij me ndryshuar. Ai cili nuk ka ndoshta sot, mos thotë unë s'ka mundësi, s'ka më bë kurrë I pasur. Allahu ka mundësi me dhon. Ai që ndoshta nuk din sot, mos thotë unë kurrë s'ka më bë ditur, Allahu ka mundësi me të dhon. Me në këtë shembull të dashur vëllezër besimtar, kullu yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allahu bën ndryshime, andaj ti merri sebepet, andaj mos e humb shpresën, edhe nëse je I sëmur, Allahu ka mundësi me të shëru, edhe nëse nuk ke pasuri, Allahu ka mundësi me të çu, edhe nëse ke problem me u martu, ndoshta deri tash, Allahu ka mundësi ut me të çel. Pra gjithçka është në dorën Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ai bën ndryshime që ndoshta nuk janë në dorën e njeriu dhe në sytë e njeriu dhe në kompetencën e njeriu, madje e bën edhe të pamundurën të mundur dashur vëllezër besimtar. Dhe të dashur vëllezër besimtar, mësimi I madh është وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allahu ka thënë në Kur'an, Allahun nuk e kanë vlerësu me një vlerësim të vërtet. Njerëzit Allahun nuk janë duke e njoft me një njohje të vërtet. Njerëzit Allahun nuk janë duke e ditë me një dije të vërtet. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Nuk janë duke e vlerësu, nuk janë duke e çmu qysh Allahu e meriton. Allahu është I fuqishëm për çdo gjë. Allahu nuk I del asgjë përpara të nderuar vëllezër besimtar. Edhe këto ndryshime janë në dorën e tij. Edhe këto Allahu I bën me dëshirën, vullnetin dhe me urtësinë e tij. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Allahun nuk e kanë vlerësuar ndaj dashur vëllezër besimtar. Allahu I ka dorë të gjitha. Allahu ka dorë edhe kozmosin, edhe diellin, edhe hanën, edhe ditën, edhe natën, edhe shiun, edhe borën, edhe jetën tonë, edhe riskun tonë. Gjitha këto janë në dorën Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjitha këto ndryshime që ndodhin në kozmos dhe në gjithësi ndodhin vetëm me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo jashton bindjen, jashton imanin, jashton bindjen besimtarit në Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo pastaj të dashur vëllezër besimtar ndikon tek pika e tretë
ma lakum la tarjuna ila Allahi wa lillahi waqara. Çka keni ju që nuk po ktheheni te Allahu? Çka keni ju që Allahu nuk po e vlerësoni si duhet? Pse ju nuk po ktheheni te Allahu azza wa jall, pasi që po i shehni argumentet e Allah subhanahu wa ta'ala në tokë dhe në gjithësi. E katërt të dashur vëllezër besimtarë, porosia e katërt dhe e fundit, dhe ndoshta e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme, ndoshta jo për ne, por për shumë familje në rrethin ton, është që të përkujdesemi në këto ditë të ftohta dhe në këtë borë që ndoshta është e papritur dhe e befasueshme, madje edhe për ata që e kanë për detyrë me qenë përgatitur për popullin dhe për njerëzit, ndoshta i ka zonë të përgatitur e në mesin e këtyre familjeve që janë ndoshta të papërgatitura, janë ato familje që janë në kushte të rënda ekonomike. Andaj dashur vëllezër besimtar, duhet të jemi syqel dhe duhet të shfrytëzojmë këto momente që ndoshta janë sa të vështira për disa familje, që pikërisht në këto ditë të përkujdesemi për ato familje cilat nuk kanë kushte të mjaftueshme, mu përballu me këto temperatura, nuk kanë kushte të mjaftueshme për fëmijët e tyre, nuk kanë ndoshta kushte të mjaftueshme për me ble pajisje për dimër, ndoshta shumë prej tyre ende nuk i kanë ble drut, ndoshta shumë prej tyre ende edhe nuk kanë ndoshta mundësi që fëmijëve të tyre t'ju blejnë rroba për dimër. Andaj besimtari i mirë është ai i cili përkujdeset për këto familje dhe mundohet që krahas përgatitjes për fëmijët dhe familjen e tij, ai t'i bëjë dhe t'i gëzojë ato familje të cilat kanë nevojë në Allahun azza wa jall, që të na mundsoj t'i kalojmë këto ditë dhe të na bëjë ditë të mira dhe të bereqeshme, edhe kjo borë të jetë e bereqeshme për të vend, dhe padyshim se ka dhe shumë të mira që i sjell e Allah subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë që e bën me urtësinë e tij, e bën me dijen e tij dhe e bën për të mirën e besimtarit inshallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.